Paqja me ju vëllezër dhe motra, sot është perkujtimi i Shëngjon Palit të dytë. Një pap i mrekullueshëm, ka pas një zell jashtë zakonshëm për të shpallur Ungjillin. Ai ka mbrojtur familjen, jetën, ka pas edhe një gjalleri edhe me të rinjt. Ai ka dhënë forcë të ditët botërore të rinisë. Sa njerëz ka marrë hirin e kthimit, hirin e një thirrje për shenjtë të rinj që kanë takuar këtë thirrje, tamam në këto takimet botërore me të rinjt, por edhe takimin botërore e familjeve. Shën Pali i dytë me të vërtet ka qenë i madh si pap, edhe është një shenjtë i madh se ndërmjetëson edhe për ne. Sot ai ka pas guxim për të shpallur emrin e Jezusit, që është rruga e vetme për shpëtim. Në fjalinë e parë, në homilinë e parë që ai ka ba kur ka qenë zgjedhur si pap, ka thënë fort 3 herë: mos keni frikë, mos keni frikë. Me hap dyert krejt e hapura ndaj Krishtit, që ai njeh me të vërtetë që është në zemrën e njeriut. Edhe ai ka mundësi me na zbuluhu kush jemi ne me të vërtetë, e me na ndihmu me të vërtetë që jeta jonë të jetë një kryevepër. Edhe ai ka pas një zell për me qenë shërbetor. Ai ka kërkuar qysh për fillimit: o Zot, bën që të jem unë shërbetori yt, shërbetorëve të tu. Sot Ungjilli na flet tamam për shërbim, edhe është e lidhur shërbimin me pritjen që ne kemi, pritjen e ardhjes së Jezusit, ardhjes përfundimtare. Le ta dëgjojmë mirë Ungjillin e ditës. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Jini gati të veshur e të ngjeshur me llambat e ndezura, por si ata që presin zotërinë e vet kur kthehet prej dasmës për t'ia qelur derën posa të vi e të trokollit. Lumë shërbetoret që kur kthehet zotëria i gjen zgjuar. Për një mend po ju them, ai vet do të ngjeshet. Ata do t'i ulën në tryezë, do t'i afrohet edhe vet do t'i shërbej. Po erdhi në të dytën ose në të tretën rojtë e natës, dhe po i gjeti kështu, lumë ata. E mos e harroni këtë gjë, po ta dinte i Zoti i shtëpisë, në të cilën orë i vjen vjedhsi, nuk do të linte të thyhej shtëpia. Edhe ju pra, jeni gati, sepse Biri i Njeriut do të vi në atë çast kur s'u merr mendja. Atëherë Pietri tha: Zotëri, apo e thua këtë shëndëlltyr vetëm për ne, apo për të gjithë? Zotëria i përgjigji: cili vallë është ai mbareshtues besnik e i mençur, që do ta vërë zotëria për mbi shërbetorët të tjerë, për t'u dhënë në kohën e duhur pjesën e ushqimit? I lumi ai shërbetor, të cilin kur kthehet zotëria e tij, e gjen duke vepruar kështu. Për një mend po ju them, do ta vërë mbi të gjithë pasurinë e vet, por se po bëri e mendoj shërbetori në zemrën e vet, zotëria im do të vonoj të kthehet, dhe fillon të rrah shërbetorët e shërbetoret, të hajet e pi e të dehet. Zotëria i tij do të vi atë ditë, kur nuk e pret, atë orë që nuk ja merr mendje, dhe do ta ndeshkoj randë, e do t'ja jap fatin e të pafeve. Shërbetori që diti vullnetin e zotërisë e nuk u bogati dhe nuk e kreu vullnetin e tij, do të marrë shumë të rana, ndërsa ai që nuk e diti, por bëri punë që duhet të ndeshkohen, do të rrihet ma pak. Kujt ju dha shumë, prej tij do të kërkohet shumë. Kujt ju besua shumë, prej tij do të kërkohet ma shumë.
Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Vëllezër dhe motra, e kam bashkuar ungjillin e ditës me ungjillin e djeshme, se kuptojmë më mirë së bashku. Zoti po vjen çdo ditë. Vjen. Do të ketë një moment që do të bëj vizita e fundit, përfundimtar në jetën tonë. Do të jetë momenti i vdekjes së. Edhe Krishti po vjen çdo ditë, e për ata që nuk e presin, ai vjen si vjetësi. Vjetësi nuk vjen për me përmirësu jetën e të tjerë, e njerëzve. Është diçka që nuk na pëlqen, që na shkatërron. Por për ata që e presin me dashuri, Krishti vjen si dhëndër. Çfarë do të thënë kjo gjë në jetën tonë konkrete? Me kënë se Zoti na viziton me çdo ngjarje, me çdo person që ne takojmë, nëse na ndodh se jemi ne vetëmi, nëse ne atë vetëmi ne nuk kemi duke pritur Krishtin, vetëmia bëhet si vjetësi, na vjedh jetën. Nëse kena problemat ekonomike, edhe në këto problema nuk kemi duke pritur Krishtin, to gjana na vjedhin paqen. Por nëse ne jemi duke pritur Jezusin, si dhëndër, to gjana bëhen një hapësirë dashurie, intimiteti me Krishtin. Vetmia bëhet shtrati dashurisë, ku kena mundësi me taku dhëndrin ton, me kenë më i fortë, më intim me të. Ashtu dhe sëmundja mund të jetë këtë gjë, nëse takojmë Krishtin në të. Problemat ekonomike një hapësirë, që ne të besohemi më shumë në përkujdesjet e tij, edhe në përkujdesjen e atit tonë shëllor. Edhe në fund të jetës sonë, nëse ne ushtrohemi me anë të Shpirtit Shenjtë, ushtrohemi me taku Krishtin vazhdimisht, dita e fundit të jetës sonë, nëse jemi duke pritur Krishtin, do të jetë dita më e bukur të jetës sonë, dita e kurorëzimit së festës me Zotin. Por qa na thot Krishti që të jena të gatshëm për të pritur atë, për ta mirëpritur, që të jena të veshur me petkun, me veshjen e pagëzimit, me këtë dignitet që ai na dhuron, me këtë natyrë të re që na dhuron, që është me kemë fëmijët e Zotit, të ngjeshur, do më them me gatishmërinë për të shërbyer Krishtit në vëllezërit edhe në motrat tanë. Pastaj me llambat e ndezura, do më them me dritën e fesë, është feja që na kallëzon. Zoti të don. Dashuria e Zotit e kalon vdekjen. Zoti na don në këtë përmasën e kryqit. Tërë çdo gjë që ndodh në jetën tonë është një shenjë dashurisë e Zotit për ne, edhe në gjëra që ndoshta nuk kuptojmë. Zoti është duke na dashur në çdo gjë. E ta kujtojmë që thot Shën Pali, çdo gjë e përpunon, shkon për të mirën e atyre që duan Zotin. Në çdo gjë, Zoti na don. Atëherë që të jena në pritjen, nevojitet, që ne të eksperimentojmë dashurinë e tij, shërbimin që ai na bën çdo ditë, sidomos në këto momente të lutjes, të pjesëmarrjes në sakramentet, në Eukaristinë e Shenjtë, me dëgjimin e fjalës së tij, me kungimin e Shenjtë, që ne ham trupin e tij, në
Këto janë shërbimet që Krishti na jep, që ne të përforcohemi në dashurinë e tij, e të mund të shërbejmë edhe ne të tjerëve. Një që e fundit, Krishti thot që një rrezik që ne kemi nëse në shërbimin është me mendu që zotëria vonon për me ardhë. Që ne të jetojmë të vërtet jetën tonë në mënyrë autentike, nevojitet që ne të jetojmë në këtë realitet, që jeta jonë është si bari se vyshket, që kalon. Ne nuk kena me qëndru për gjithmonë në këtë tokë. Ka një psalm që thot, është një psalm që atribuohet Abrahami, me falë Mojsiut, që thot, na meso me numeru, me llogarit ditët tona, që zemra jonë të mbërri urtin. Ku ne jena të vetëdijshëm se do të vdesim, do të kalojmë dhe jetojmë me këtë dieni, ne mund të jetojmë në mënyrë autentike. Edhe filozofët thonë këtë gjë, Heidegger thot këtë punë, që njeriu për me kënë autentik ka me kënë një qenje për vdekjen. E shenjtërit kanë jetu ashtu. Për para mujgjet, përse dësi njëri tjetrit ashtu, kujtohu që ke për me vdek. Në mënyrë që të jetosh kohën si është, koha për shërbimin. Edhe të mos këna frikë, vëllezër dhe motra. Në fund, Krishti thotë, kujt jepet ma shumë do të kërkohet. Është e vërtet, por kjo nuk është një fjalë që ne të kena frikë për me pas edhe ma shumë. Jo, kush është në dashuri, atër gëzohet me pas gjithmonë ma shumë në zemrën e hapur në dashurisë e Zotit. Do me thënë me pas gjithmonë ma shumë besim në të. Me leju që Zotit e zmadhoj zemrën tonë, që të duan gjithmonë ma shumë, të shërbejnë gjithmonë ma shumë, që të eksperimentojnë gjithmonë ma shumë për këtë eljet e Jezusit në jetën tonë. Tërë kurajo të mos kena frikë, si thot Shën Gjon Pali II, por që të hapim krejtësisht tyrët e zemrës Jezusit. Që lëvdu Krishti.